ka unal me diskutu një ndër skandalet më serioze që ka ndodhur dje në Prishtinë, një situatë ku duhet shiqohet seriozisht nga institucionet e Kosovës, pse kem ardhur në një situatë ku ky vend vazhdon të kaloj prej një skandali në një skandal. Pra sot kem ardhur me fol për rritjen e çmimeve, që është një situatë ekstremisht brengose, po ne nuk mujmë me shku në temë për shkak se kjo qeveri, ky pushtet është ka prallën skandal ma skandali. Është totalisht e pakuptim se si i përvive, se si shteti dështon qeveria Kosovës, dështon kuvendi Kosovës, dështon ministri ja përkatëse dhe mbështet një ekspozit e cila në esencë ka pasaktësi që ndërlidhen me të drejtën historike të Kosovës, pasaktësi të dhënave të cilat i demantojnë burimi. Pra burimi informacionit të këto nuk janë dhënat mia, dhe thotë largone këtë ekspozit, dhe në anën tjetër, secili në institucion, në këtë pushtet, mundohet me ikë prej përgjegjësisë. Mundohet me ikë prej përgjegjësie, lëvizjave të vendose duke thonë që na e kemi përjashtu autorin nga lëvizjave të vendose, nga zyra e kryeministit.